Format e para të rezistencës, thashtë më herët, kanë qenë demonstratat e vitit 1981. Pse më herët kemi këmby literaturë, komunikata, por me fillimin e demonstratave, ne gjithë rinia që jemi aktivizuar, ajo ka qenë një zgjim i madh, si më thonë një shkomollim. Sa vjeç keni qenë ju? Unë atëherë kam qenë 23 vjeç. Kam fillu me demonstratat e vitit 1981 mars, pastaj janë bëj demonstratat e 26 marsit, pas demonstratat e 26 marsit është mbaj demonstrata e 1 e 2 prillit, që ka qenë një prej demonstrata më të mëdha ku është arrit kulmi i mobilizimit, e cila demonstrat ka gjetë për krahjen e gjithë qytetarëve Prishtinës, punëtorëve të administratikët. Kjo demonstrat ka qenë më tepër edhe revolt ndaj sjelljes shumë brutale të ushtrisë dhe policisë serbe gjatë demonstratës 26 marsit, në cilën demonstrat kanë hyrë në oborrin e konvikteve dhe i kanë maltretu, i kanë terrorizu studentët, duke nxarë për konvikteve dhe i kanë burgos, po dhe kanë ushtruar dhunë të paparë.